politike, deri më tani. Zotit Kryesiu se një pjesë të madhe të tyre dhe i nje të gjitha subjekte politike, kështu që më ndihmon regjia duke klikuar KQZ-n edhe duke nisur nga subjekti politik më i madh në vend. Sa s'po shihet kush. Po, është më rëndësi që shikuesit e shohin, ndërkohë që ti mundesh të më dëgjosh mua. Albin Kurti, 184.000 vota i pari, i lëviz vendendosje, Glau Koniuca i dyti 144.000 vota, nuk është diferencë shumë e madhe, interesante është kësaj radhe. Albertina Haxhiu 84.000 vota, gruaja më e votuar vazhdon të jetë, Hekuran Murati pason 73.000 vota, Donika Gërvalla 68.000 vota, Xhelal Sfeshla 55.000 vota, Avni Dehari 50.000 vota, Hajrullah Qeku 46.000 vota, Mimoza Kusari Lila 45.000 vota, Eyüp Maqedonci 22.000 vota dhe pasojnë të tjerët më pastaj me numrat rëndor. Shkojmë tek Partia Demokratike e Kosovës. Bedri Hamza i pari 92.000 vota, i dyti Përparim Gruda 57.000 vota, i treti Arjan Tahiri 49.000 vota, katërti Uran Ismaili 44.000 vota. Sala Jashari, gruaja më e votuar te PDK aktualisht 31.000 vota, jo shumë diferencë e madhe ndaj Vlora Çitakut, 200-300 vota, 30.000 vota, Ganimete Mustiu 24.000 vota, Arben Mustafa 21.000 vot, Mërgim Lushtaku 21.000, Enver Hoxhaj 21.000. Edhe pastaj pasojnë të tjerët. Partia Demokratike e Kosovës. Nuk është që ka shumë befasi tek Partia Demokratike e Kosovës. Vjosa Osmani 60.000 vota, Dumir Abdegjiku 55.000 vota, Doarsa Kica 42.000 vota, Hikmete Bajrami 33.000 vota, Abdullah Hoti 30.000 vota, Kujtim Shala 26.000 vot, Uk Rugova 25.000, Anton Çuni 20.000, Armen Zemaj 18.000, Lutfi Aziri 18.000. Kështu përmbyllet 10 çare. Aleanca. Ardian Gjini 32.000 vota, Ramush Haradinaj 29.000 vota, Daud Haradinaj 21.000 vota, Besnik Tahiri 19.000 vota, Bek Berisha 15.000 vota, Burim Ramadani 13.000 vota, Risia pritet të jetë Burim Ramadani që të jetë brenda kuvendit, Time Kadriaj 13.000 vota, Agim Qeku pastaj 12.000 vota, Arber Tolaj 11.000 dhe Albana Bytyqi 7.760. Që po i bie Albana Bytyqi do të jetë pjesë e kuvendit për arsye se do të jetë gruaja e dytë, marrë parasysh se është grup parlamentar me 6 persona ose 7 ose 8 varësisht se si del edhe vota e diasporës, po duhet të jenë 2 gra për brenda subjekti politik Aleancës për Armërinë e Kosovës.